Se të bëj thyerjen e shkurtër, dua të falenderoj të gjitha ata njerëz që kanë besuar te Dorelani, të gjitha ata njerëz të cilët e kanë tashmë dyshekun, por kanë bërë një gabim të vogël, nuk kanë jastëkun, ose kanë jastëkun dhe dyshekun, po s'kanë çarçafët ose ku diun çdo gjë tjetër, sepse Dorelani ecën vetëm me Dorelanët, pra duhet të ketë në vazhdimsi. Po bëj një thyerje të lezetshme. Njeriu ka një jetë dhe ajo nuk i kthehet kurrë më. Thuhet se një plak i moçëm jetoi 100 vjeç. Para se të vdiste, ai thiri djemtë e tij dhe u dha këtë porosi. Bitë mi, njeriu është mysafir në këtë botë. Prandaj kur të shkoni miq, mbani gjithmonë me vete 3 gjëra të thjeshta. 1 metër, 1 gur, kandari dhe 1 gjilpër. Përse 1 metër, baba, pyeti i pari? Që të matësh dhëndin kurime të tjerët, birim. Përse 1 gur kandari, baba, i tha i djali i dytë? Që ta peshosh fjalën tënde para se ta thuash. Përse 1 gjilpër, e pyeti i treti? Para se të thumbosh tjetrin me fjalë, provoje një herë te vetja jote, në të dhëmb apo në të djeg, birim. Tani, pasi tha këto fjalë, plaku e mbylli duke thënë: trupin tim po ja fal tokës, ndërsa mendjen time po a lë juve.